nga Aldo Duro me vetëm fitoren pasi dhe skuadra rivale Partizanit ka bërë një fals pra Tirana duke barazuar me Akademinë e Futbollit ndaj Partizanit sot ndaj një kundërshtari jo të lehtë, madje Elbasan ka bërë mjaft mirë, po ai sa dhe dy skuadra kryeqytetit i Partizanit Tirana duke u pozicionuar në vendin e 4 të Elbasani që sot do të synoj surprizën, po përballë ka një skuadër me petkun e kampionit dhe fitues së Kupës së Shqipërisë, skuadra e 18 vjeçarëve, e cila ndoroi shumë emocione së sezonin që kanë pas, ndërkohë që këtë sezon pra ka bërë po të njëjtën nisje me synimin e qartë. Shpallin kampion dhe konfirmimin e këtyre djemve, këtij brezi të artë Akademisë Partizani. Unë pap Kodra dy përcjell sot emocionet e grupëmorës 18 vjeçar, por do t'ju mbaj gjallë me informacionet në disa fusha pasi sot jemi sot zhvillon pra me disa ndeshje duke filluar nga 16 vjeçarët që luajnë në Kamës përballë Internacionalit, 13 vjeçarët në Vor, ndërkohë që 5 vjeçarët në Korçë. Edhe atje pritet një sfidë mjaft interesante. Gjithçka po bëhet gati këtu në arenë dhe janë si gjyqtarët po konfirmojnë edhe një herë gjendjen teknike, pra të vjetër porta nga shpesh hasin probleme të vogla, por që shpresojmë që mos të kemi vonesa dhe gjithçka të nisë sa më shpejt pasi shpresim gjithçka të bëhet gati. Unë ju jam informacionet dy skuadra flutuese gjithmonë nga skuadra e Elbasanit që sot vjen me këtë formacion. Në drejtimin e Dukës, pra Endri Dukës, 38 vjeçari sot Elbasani, vjen nga Porto. Kemi Hilëm, numër 1, me numër 2 Gjoni, me numër 8 Gedaj, me numër 11 Lat Kiftu, me numër 15 Hasani, me 16 Lukani, me numër 20 Tuka, me numër 25 Dybeli, me 26 Tarushi, me numër 27 Vahja dhe me numër 30 Lumshi. Ndërkohë që Partizani pra, drejtuar nga Aldo Dur dhe jashtruar nga Cara pra, Lej Cara, vjen me këtë formacion. Në portë me numër 1 Qefalia, me numër 4 Plumbi, me numër 8 Myrto, pra Osman Myrta, me numër 10 Luciano Myrto. Ndërkohë me numër 11 Hoxha, numër 17 Çavushi, me numër 21 Kamberi, me 23 Hyka, me numër 28 Leshaj, me numër 31 Balle dhe me numër 99 Brian Djali. Ky pra formacioni, ndërkohë që takimi do të drejtohet nga kryesori zhuri i asistuar nga Behari dhe Kazaz, ndërkohë që delegat takimit është Alban Xhema. Gjithçka gati pra, me Elbasani që do nis topin e parë. Elbasani që vjen pas fitores së thellë të pasur ndaj Egnatias me rezultatin 5-1, ndërkohë që skuadra jon ka bërë detyrat duke fituar dhe ajo, por jo me shumë lehtësi ndaj skuadrës së Apolonis me rezultatin 0-1. Një gol i shënuar nga Rej Zeka që në minutën 26 i ka mbajtur në krye pra për atë moment skuadrën e Kuqe që momentalisht tashmë ka synim për të kthyer një herë pasi një pikë e Tiranës e pozicionon pra në vendin e parë me 29, ndërkohë që Partizani ndjek me 28. 11 ndeshje për skuadrën e Kuqe në një total prej 9 fitoresh, një parazim, një humbje, 28 pikë pra, një golërash 28 shënuar dhe 11 pësuar. Ndërkohë që skuadra nga Elbasani, që sot vjen me një uniform të bardhë, pra kjo është uniforma transfertës, vjen me vendin e 4, pra 6 fitore, një parazim, 4 humbje, një skuadër që shënon pak le të them, por pëson pak, është me të njëjtën kotë gola të pësuar sa dhe mbrojtja më e mirë momentalisht e Partizanit dhe Elbasanit. Ne shikojmë se si do të rrjedh kjo ndeshje, vjet Partizani që do shkaktoj themi diskulibrat në fazën defensive apo Elbasani që do bëjë surprizën. Kjo është për të parë në këtë picë kaq të ngrohtë, kaq të bukur të dhjetorit me shpresë do të marrin me rezultate pozitive jo vetëm tek futbolli mosha, por edhe tek skuadra e parë që sot do përballet me Flamurin orën 6:30 në këtë stadium, në Arenën e Demave. Në kërkim të suksesit të radhës, ndërkohë që ditën e nesme kemi edhe super sfida që do të transmetohen live në Partizan Channel. Por në total janë 4 ndeshje, duke përfshirë 17 vjeçarët, 19 vjeçarët, Partizani B dhe skuadrën e femrave. Partizani i Aldo Duros pra vjen pas një serie pozitive rezultatesh, duke filluar nga fitoria me Teutën, fitore me Dinamon, barazimi me Borën, por gjithashtu Teutë e kemi mundur pra fitore me Teutën, fitore me Tiranën dhe Apolonin. Vetëm një barazim që ka qenë vërtet shumë i luftuar, ai në Vorë, në fushën Ahmet
Gjetaj që aty përvora për deri në minutën 78 heqë për një shkëm të mundësi Leshaj Sulmon. Është Elbasani që nisë më shpejtësi. Pra, në vorë ka që në leximi pengesa me fort të skuadrës kuqe, që është ndodhur në një moment të vështirë, teksa deri në minutën 80 pothuajse stadi që 2-0 për Vorën, ndërkohë që Partizani gjeti forcën të Rajën të reagojë dhe të marrë një pikë shumë të rëndësishme në një fushë të vështirë. Niset skuadra kuqe nga krau djathtë tashmë, shikohet zona. Edhe një herë Partizani. Osman Myrdën tashmë është Luciano Myrdë, kalon tek Leshaj. Gjithmonë Leshaj kërkon të hyjë në duel, ja vini në farë mënyre, por rikthehet Gjoni, i cili arrin ta mbyllë dhe të nisë me shpejtësi numri 11 Latifi. Ndërkohë që me qetësi Pëllumbje dërgon tek portieri Qefalia, Kamberi. Nuk heziton ta kaloj tek Ballaj, por ky fundit me vështirësi nuk ka arritur ta mbaj brenda vijave. Pritra një sfidë jo lehtë për skuadrën e Luduros që të qarta i ka synimet, por kjo do të jetë një fitore nëse do avijë deri në fund, një fitore shumë e rëndësishme për të bërë një, le të themi një për të kryuar një distancë me Vorën, që është me nën kodë 22 pikë, pra në rastin e përgjithësimeve, edhe në rast se Partizani nuk i marrë një fitore drejt për drejt Vorës në arenën e Demave, atëherë sfida pra të gara dhe lufta do jetë vetëm në Tiranë, ashtu siç edhe rezultoi në sfidën që lan pas. Por që me shpresën që skuadra bardhë blu do të vijojë, do i hapa fals deri në fund të fazës së dytë pra. Aty ku Partizani, Tirana, Vora, Elbasan dhe Teuta momentalisht do të shkojnë tek grupi i play-offit, pra se do ndahet me dy grupe, play-off dhe play-out, si gjithmonë. Tashmë provon Hoxha, shikon zonën, topi drejt Hykës. Të arrin mjaft mirë tashmë Leshaj. Në vështirësi mbrojtja e Elbasanit. Orgido Lesha provon në çdo mundet, por arrin të dalë në farë mënyre. E ka Luciano Myrgo që mban shpejt e kapiteni në këtë sfidë. Pra në mëngjes të Zekaj, i cili në këtë sfidë nuk ndodhet as i përfshirë. Pankin pra ka marrë vëdësën pak më vonë. Ndonjë problem shëndetësor, shpresojmë asgjë serioze, por që momentalisht pra shit e kapiteni me numrin 10. Ndërkohë që akoma nuk kanë filluar sfida të tjera, të paktën në sajtin, aplikacionin e federatës, nuk kemi asnjë informacion për të tjera. Përsa për këtë ndeshjeve tjera. Por që shpresojmë që në vijim kemi informacion dhe të arrim të marrim rezultate pozitive nga fushat siç e tham Kamës, Vorë dhe Korç. Edhe njerë Partizani provon skuadra jon. Provon Elbasani me Latifin. Mbyll aty Partizani. Edhe njerë skuadra kuqe, kot Hyka. Djari. Partizani me Hoxhin. Topi drejt Hykës. Mjaft mirë apo krahun djathtë për Ballaj. Hyka. Nuk kanë dot Hyka, këngu
Luhet minuta e 9 në Arena e Demave. Luhet minuta e 9. Partizani tashmë do të provojë nga kjo goditje standarde. Teksa bëhet gati Hoxha, e lëviz e luan shpejt. Topi për Luciano Myrton. Edhe njerë Partizani provon me Vjarin. Myrto. Çaushi. Ka hyrë minuta e 10, Partizani ka marrë iniciativën për të sulmuar zonën e Elbasanit. Ndërkohë që provon me të gjitha mundësitë, shtyn përpara Osman Myrta. Leshaj. Gjithmonë Orgito. Edhe njëherë rikthen tek numri 8. Topi drejt Hykës. Provon në Leshaj tashmë. Shikon zonën. Krosimi është drejt Myrtos. E kërkon të Hyka. Tashmë është Hoxha. Kombinimi me Ergit Hykën. Me forcën mban. Largohet nga mbrojtja e Elbasanit që është dendur, shikoni. Me 7-8 lojtar. Ja ka bërë shumë të vështirë, por le të shikojmë këtë goditje. Topi që grushton edhe më pas shkon në rrjet. Por ka flamur të ngritur, nuk vlen kjo gol i shënuar nga Latifi. Duhet të kërkojmë kujdesshëm në çdo moment. Edhe njëherë Leshaj. Numri 28 Orgito Leshaj, autori i 2 golave në ndeshje. Ky është takimi 10 për të. Ndërkohë që Djari provon çdo mundet të thethë. Bën mjaft mirë Briani. Ndërkohë që kjo ndërhyrje pa rregull ndaj Hykës është goditje një për Partizanin. Lumshi në hyrje nga pas. Shumë pranë gjyqtari. Zhuri ka akorduar këtë goditje dënimi që tashmë shpresojmë të marrim maksimumin. Teksa Hoxha Belgaj të ekzekutoj si gjithmonë Mengjerashi, i cili ka dhuruar vërtet asistime, krosime mjaft të bukura. Zeke pra mungon për shkak të kartonave. Një korrigjim. Niset Hoxha. Edhe goditja jashtë e provoi Ballaj. Pra Zeke ka plotësuar numrin e kartonave në ndeshjen e fundit ndaj Apollonisë, duke shkuar në 4 kartona. Ndërkohë që për Partizanin, një sfidë tjetër pra, në letër e lehtë ajo mes Knatjes, sërish do të luajë në shtëpi skuadra kuqe. Ndërsa Elbasani do të presë Skënderbeun, ndërkohë që javë pasardhëse pra, pas Knatjes do të shkojmë në Korçë, e më pas do rikthehemi për një ndeshje të lehtë në letër në ndaj Akademisë. Por le shkojmë Latifi, i drejtohet zonës. Shikojmë të vendim të gjyqtarit zhuri, ka goditje dënimi për Elbasanin. Ka kontestime në radhë Partizanit pas këtij vendimi. Në një pozicion vërtet volitshëm për skuadrën e Elbasanit, një goditje dënimi. Shpresojmë të kemi mobilizim dhe një vendosje të murit në detaj nga Klaus Qefalia. Janë 4 lojtarë në mur. Niset e kjo goditje që shkon mbi tra. Provoj lojtari i Elbasanit Tuka.
jo shumë rrezikshme. Ndërkohë që nga minuta e parë nuk është shfaqur dhe Sallaku, pra, një lojtar vërtet luftarak në mesin e fushës. Megjithatë, kjo skuadër ka treguar që ka cilësinë në të gjitha repartet, por edhe në pankim, pra me të gatshmit në krye të detyrës kanë qenë gjithmonë rezultativ, efikas, pa bërë shumë dallime. Ndërkohë që tashmë Partizani provon minuta e 15. Osman Myrdo e kalon tek Hyka. Provon Erget Hyka. Cirkon hapësirën, topi drejt Çaushit. Ka marrë godit të lehtë Hyka, shumë pranë gjyqtarit, ka liruar avantazhin. Pëllumbi. Myrda. Çaushi. Le të shikojmë çfarë sjell ky aksion teksa Dhjari tashmë në krahun e majt, si gjithmonë kërkon të hyjë në duel me Gjonin. Krosimi i rrezikshëm drejt zonës. E provon tashmë Çaushi ta sulmoj. Myrta. Dhjari, edhe një herë për Osman Myrdën. Por topi më parë ka kaluar vija nënsore. Dhe i përket Elbasanit. Lumshi ka pranë Gjonin. Topi drejt Latifit, e sulmon aty numri 8 Gedaj. Edhe një Elbasani mbyll Partizani tashmë. Hoxha me shpejtësi kërkohet Hyka, gjithmonë i rrezikshëm për mbrojtjen e Elbasanit. Provon me qetësi aty numri 25 Dybeli, por e dorëzon në rënjësore. Nuk preferoi ta kalon tek portieri Hila. Çaushi. Plumbi. Një top drejt hapësirës ku provon Kamberi, megjithatë këmbgul dhe Ballaj. E largon me forcë Hasani, që provon të nisë Bahjen, gjithmonë Bahja. Topi drejt Latifit, është rrezikshëm drejt zonës. Goditja më hershme, shikoni e majta e Latifit dhe reagimi i Çafalis. Një goditje vërtet shumë e rrezikshme, e më hershme. Pa e parë farë portën Latifi surprizon, por surprizon pra të gjithë mbrojtjen Partizani që po provon të mbyllte atë hapësirë, por nuk surprizoi Çefalin, i cili u gjeti gatshëm dhe ndërhyu saktësisht. Goditje e parë nga këndi përket Elbasanit. Dhe do të niset po vetë nga Latifi, që pas goditjes më të majtën tashmë provon një krosim të djathtën. Pra duke treguar dhe aftësitë e tij me të dyja këmbët. Po le shikojmë çfarë sjell kjo goditje këndi pra. Teksa zhuri vendos rregull në zonë, aty ku ka dyndje lojtarësh nga të dyja këmbët, niset krosimi shtyn e parë, largohet për një çast nga Lesha, tashmë provon Hoxha, i cili e largon ku të mundet në një pjesë të fushës ku ndodh vetëm Hasani. Edhe i Hasani provon krosimin në rrezikshëm drejt Gjonit, ndërhyn Dhjari. Tashmë do të luftojmë të dalim nga ky moment. Teksa këmbgulja e Elbasanit provon në çdo mënyrë. Provon Partizani tashmë të dalë me shpejtësinë e Hykës. Një prekje lehtë, por i pa fat në këtë çaste, pasi ai devijim shkon në gjurin e majtë të Hykës duke dorëzuar në rënjësore. Gjoni. Gjithmonë Gjoni, por me qetësi e dërgon tek Lumshi. Kërkon të shtyjë të dërgoj me shumë forca në hapësirën e zonës së Partizanit. Elbasani tashmë. Latifi nuk arrin dot. Gjithashtu dhe Hyka e ka të vështirë, megjithatë sulmon Hyka, duke ushtruar presing lart kapiteni Tarushi. Në vështirësi Elbasani, por arrin ta mbaj brenda vijave, teksa Tuka nis Bahjen, prendohet për diçka, nuk ka asgjë, megjithatë sulmon Latifi, e vendos në kontroll. Baja ka mbetur dëmtuar, Latifi thjesht duhet ta dërgoj jashtë, megjithatë edhe lojtari që prendon më shumë për një top, për një faul, vazhdon ta mbajë në kontroll duke mos e dorëzuar jashtë vijave, megjithatë lojtari me numrin 27 Bahja është ngritur. Gjoni provon i vetëm Gjoni, do të duhet ta kaloj pas tek Dybeli.
Esposon lojën të majt, por nuk kuptohet në këtë çast se megjithatë arrin ta mbaj brenda vijave. Lojtari me numër 20 Tuka i dërgojnë pas tek Hila, i cili rikthen edhe një herë kapitenit. Provohet mes i fushës, me shpejtësi del Pëllumbi. Befasohet Partizani në këtë çast teksa Latifi drejtohet portës. Gjithmonë Latifi kërkon hapësirë goditse. E tillë është, topi shkon në rrjet. Shënon Latifi, e kërkoi golin dhe shënoi me çdo mënyrë. Numri 11 Henry Latifi shënon golin e 7 me fanellën, pra lojtari më rrezikshëm, do të thënë lojtari që ka më shumë gola tek skuadra e Elbasanit në këto 12 javë, pra goli 7 në minutën e 20. Vërtet në vështirësi Partizani prej minutash nga këto zbritjet e shpejta të skuadrës së Elbasanit, ndaj dhe e besojmë në këtë mënyrë. Por që shpresojmë që ta kalojmë këtë moment, të ngrihemi dhe të vazhdojmë të bëjmë ashtu siç kemi bërë gjithmonë, të rikthehemi në fushë për të përmbysur gjithçka. Le të shikojmë reagimin e Partizanit. Topi drejt Leshajt që është pozicionuar në të djathtë të sulmit tashmë. Teksa balla për një çast ka marrë pozicionin e Leshajt. Le të shikojmë zënësim më sakt. Ndërkohë që barazohet e numri i këndorëve, teksa Partizani tashmë ka mundësinë për të provuar e merr përsipër Luciano Myrto, ka pranë Orgido Leshajn. Niset Leshaj, topi drejt Hoxhës. Është një skem kjo, por që Elbasani vendoset mirë, nuk e lejon Partizanin të realizojë atë çfarë kishte në mendje pra. Arrin Elbasani të mbyllë këtë krosim drejt qendrës së zonës. Jon Çaushi provon me qëtësi. Edhe njërë Kamberi. Balaj. Me forcë, ideja mjaft e mirë, le të shkojmë. Leshaj godet dhe jo, nuk shkon në rjetë, por ka dhe flamur të ngritur. Gjithsesi vlen për të përmendur këtë aksion. Kjo ide mjaft e mirë e Balaj. Edhe njërë në vështirësi Elbasani. Ndërkohë që Pëllumbi e dërgon ndërvjen sore. 0-1 pra. Jemi ndëshkuar nga lojtari le të themi më i rrezikshëm i skuadrës verdhe blu, Latifi. Në pritje të reagimit të Partizanit, por që deri në këtë çaste nuk ka rezultuar shumë, le të themi agresiv. Si është sërish skuadra verdhe blu e Elbasanit, skuadra mike, i cila provon një herë me Hasanin. Ka ngacmimin e Hykës, mbyll për një çast Partizani. Me vend në kontroll Hyka, ka faull ndaj tij. Me dhe le të shikojmë zhurin. Ka protesta në radhën e skuadrës Elbasanit pas kësaj ndërhyrje. Nuk pajtohen miqtë me këtë vendim të gjyqtarit zhuri,
por që tashmë do të niset nga këmbët e Çaushit. Arrin me sukses të gjej Dhjarin. Lëvizje e bukur e Dhjarit. Le pas Gjonin. Shikon zonën. Vjen një ndërhyrje nga numri 30 Lumshi, ndërkohë që Ballaj për Çaushin. Topi drejt Hykës. Hoxha. Hyka, edhe një herë mundësia. Goditja me njëherë, topi që duhet sulmohet, por del për tjej Latifi. Hila ndjes, edhe kërkojnë ndjes për Hilan. Pasi Latifi është në krye të sulmin, aty ku vërtet ka bërë mirë në këto çaste, ndërkohë që Partizani edhe një herë niset me Jon Çaushin. Ballaj. Provon i vetëm, topi del Dhjarit, që si gjithmonë kërkon të marrë krahun dhe arrin me sukses këtë herë. Fiton dhe këtë goditje këndi. Brian Dhjari e dyta për Partizanin. Por që nuk ka mjaftuar për të rrezikuar seriozisht. E para u shpërdorua në një farë mënyrë, u kthye në një aksion të thjeshtë. Ne shpresojmë që kjo të jetë një goditje këndje mirë menduar. Hoxha, crossimi drejt zonës ku e sulmon dhe arrin në një farë mënyrë Pëllumbi, por që tashmë Elbasani përvon me shpejtësi. Për Lumshin, shkoni hapësira që i krijohet Latifit, por vjen Dhjari me shpejtësi duke mbyllur gjithçka mjaft të sulmi Elbasanit, nuk është të ndërprerë pasi Latifi e ka dhe herë kontroll. Gjithmonë Latifi mbyll Partizanin me kamberin. Ndërkohë që sulmi Elbasanit nuk ndalet nga kraju majt. Topit e Hasanit. Akoma prapa tek Dybeli. Hila. Ka ngacmimin e Hykës. E dorëzon Hila, ndërvini ansor për Partizanin. Kamberi. Në mundësi për Elbasanin, por është ngritur flamuri me të drejtë. Stendi parë Behari. Ndërkohë që duhet të tregon kujdesshëm, pasi të tilla mundësi janë vërtet të rrezikshme dhe një tjetër gol do ta keqësonte akoma më shumë. Shkojmë protestën e drejtues të parkinës Elbasanit Dugës. Për këtë moment nuk pajton pra me këtë vendim. Plumbi për Ballajn, që dërgon në mesin e fushës aty ku ndodhet Çaushi. I menjëhershme pasimi drejt të Dhjarit, por edhe Elbasani që surprizon me këtë vendosje. Një vendosje që shkakton shumë të lashtë në mbrojtjen e Partizanit, ndërkohë që provon edhe një herë skuadra kuqe. Një top drejt Hykës. Dalja dhe portierit, e menjëhershme shikoni, nuk arrin megjithatë Hyka. E pajtohet vetëm me një goditje këndi. Një dalje me hershme portierit Hila. Do të thënë që e rrezikshme por vendimtare. Ishte vendimtare pasi Hyka mund të provonte diçka në atë hapësirë, duke qenë se edhe pjesa tjetër e skuadrës po vinte me shpejtësi në mbështetje. Shikojmë edhe një herë Hoxhen, Risel Hoxha. Krosimi drejt zonës, provon në Pëllumi, del portieri, ndërkohë që Elbasani vendos në kontroll. E kërkon të ndërtojë një aksion drejt Dybelit, por dorëzon lehtësisht tek Partizani tashmë, që do të provojë një herë me Dhjarin. Hyka. Gjithmonë Hyka. Hoxha, Kamberi dëmtuar. Dhe goditje dënimi tashmë vjen dhe kartoni i parë i verdh në këtë sfidë i përket Gjonit.
Ndërkohë që me përsipër edhe një Riselt Hoxha. Minutat kalojnë me shpejtësi 29-ta. Luat po mbyll në këtë çaste. Hoxha, të gjithë në zonë. Ndërkohë që vetëm Hila, pra i markuar nga Orgito Leshaj në mesin e fushës. Niset Hoxha. Krasimi të shtjetës parë. Edhe një top i kthyer nga mbrojtja drejt në duart e Hilës. Nuk kemi përfituar, nuk kemi rrezikuar. Ndërkohë që Bahja kërkon Latifin. Dybeli kërkon dhe njerë me top të gjatë në zonën ku vërtet i vetëm ndodhet Latifi, por që e ka vendosur në vështirësi Partizanin. Bahja ndërhyn në mbrojtja, ndërhyn Pëllumbi. Pra është Tarushi me numrin 26 që mban dashurinë e kapitenit. Ndërkohë që Dybeli është vendosur në qendrën e mbrojtjes. Nga krahu i djathtë është Lumshi, pra djathtë qendër. Le të shikojmë mundësinë tashmë. Provon Partizani me sulmin e shpejt nga krahu i djathtë Dhjari. Ballaj, Dhjari kombinime të mira, le të shikojmë çfarë sjell ky aksion, por Ballaj nuk e merr siç duhet, duke dorëzuar ose më saktë duke marrë të ndyrë të menjëhershme të Dybelit, i cili e ka dërguar në venjansore. Gjëja më mirë, çfarë mund të bënte në atë pozicion Dybeli, teksa Partizani po ndërtonte një aksion vërtet interesant sulmues. Nga këto çaste Ballaj nuk ka arritur edhe një herë ta kontrolloj, duke e dorëzuar në venjansor për Elbasanin, me qetësi e merr Lumshi, i cili provon një top të gjatë në një zonë ku ndërhyn Luciano Myrto. Në vështirësi Myrto duhet ta akordojë një faull, megjithatë topi është në kontrollin e Partizanit. Loja që vijon me Kamberin, me shpejtësi dërgon tek Çaushi, marrje e mirë. Shikon nga krahu i djathtë teksa Orgito Leshaj pret mbështetjen e pjesë tjetër të skuadrës, por që akoma nuk kemi dalë le të themi në një aksion të pasur në blok për ta vendosur në vështirësi mbrojtjen e Elbasanit që herë bëhet me 5. Pra duke u dendur, duke ngarkuar shumë, duke mos lejuar Partizanin që të luajë në zonat e ngushta, siç edhe dëshiron shumë Hoxha, Hyka apo dhe Dhjari. Tjetër top i dorëzuar me gjithësi të njerë. Elbasani kërkon taftohi Partizanin, dëshirën e Partizanit për të bërë diçka, ndërkohë që kanë startuar takimet pra në Kamës dhe në Korç. Në Korç skuadra pra e drejtuar nga Kaça, Julian Kaça vjen me këtë formacion: Lala, Avdylaj, Bregaj, Karabushi, Baçi, Shkurti, Hykollari, Sioni, Tufa, Disha dhe Muça. Në rast fitore Partizani do të shkojë në kuotën e 25 pikëve, por përballë ka Skënderbeun e 15 vjeçarëve. Le të shikojmë këtë tentativë drejt portës i gatshëm i hershëm Qefalia. Ndërkohë, në Kamës pra Internacional Partizani, një sfidë e drejt për drejt për vendin e 5, teksa Partizani aktualisht në vendin e 5 për skuadra 16 vjeçarëve dhe Internacionali në vendin e 6, vetëm 2 pikë larg. Pra pritet të jetë një sfidë vërtet interesante edhe në Kamës, aty ku skuadra Ermal Seriani vjen me këtë formacion: Hoxha, Mesidi, Prebiba, Hidri, Dani, Çuçi, Qelemeni, Bakalli, Aga, Shullazi dhe Buçka. Po le shkojmë të zbritet shpejt te Elbasani, që mbyllet me sukses nga portieri Qefalia, një top më i fortë dhe i pa arritur për sulmuesin e Elbasanit, megjithatë provon skuadra verde blu edhe pas shënimit të golit të lërë gjurmë në hapësirat ku Partizani nuk është vendosur mirë. Nga krahu i majtë i sulmit, aty ku Hila ndëshkoi pak çastën e parë. Ky top i prekur i pavullnetshëm nuk i ka dhënë në shansin Orgito Leshaj ta vendosë në kontroll dhe dalja më e hershme për tet Hila. Pra siç edhe e thamë në fillim të takimit,
Elbasani ka një mbrojtje po aq efikase, madje është skuadra verde blu që ka prishur le të themi atë golevrazh të mirë në mbrojtje në aspektin defensiv Partizanit, teksa skuadra kuqe ka psuar dhe golin e 12, ndërkohë që Elbasani vijoi, pra vijon të jetë me të njëjtën situatë si Partizani. Ka mbetur dëmtuar për një çast Gedaj dhe gjyqtari do të respektoj pra fair play. Geda nuk ka asgjë serioze, nuk do duhet të ndihma e stafit mjekësor, meqenëse ngrihet numri 8 pra. Ndërkohë që zhuri e rikthen një herë topin aty ku dhe u ndërpre në këmbë dhe Jon Çaushit. Myrto për Ballajn. Kërkohet kombinimi me Lucianon, edhe një herë Ballajn ndryshim me forcë. Pasimi drejt Dhjarit nuk arrihet. Gjithashtu te Osman Myrto. Pasur vështirësi tash me Gjoni. Tjetër vinasore për këtë Partizanit. Më pak se 10 minuta nga fundi pjesës së parë. Akoma nuk e kemi dhënë shkëndin, akoma nuk kemi reaguar. Po hasim shumë vështirësi. Ndaj dhe shikojmë të gatshëm por ju në fushë lojës, i vetëm që përkryer nxemen në këtë çast është Sallaku, për të thënë më shumë dëshirë, agresivitet dhe rrezikshmëri mes të fushës. Edhe një Elbasani me numër 25 Dybelin. Byll për një moment Ballaj, por edhe një Dybeli këmbgul. Gedaj ka faul për Partizanin. Një ndërhyrje pa rregullt të Myrtos që ka mbetur shtrirë për një çast, por nga dal ngrihet. Ballaj. Dhjari. Shikon zonën Dhjari. Provon i vetëm prendon për një faul, nuk ka asgjë thot gjyqtari. Ndërkohë që Elbasani kërkon niset me shpejtësi me të vetmin Latifin që ka përpara. Një top në thellësi për Gjonin e sulmon. Vjen dhe Luciano Myrto, që është më i shpejt, arrin në top, kërkon ta mbrojë, duke fituar thjesht një rivenancore. Por që duhet të dalim nga ai kënd. Ku Elbasani vjen me 6 lojtar dhe vendos në vështirësi në këtë çast Partizanin, teksa provon edhe një herë Gjoni, kombinimi me Gedajn, shkon dhe lufton deri në fund Gedaj për të arritur dhe arrin në kohë limitet e vijës fundore. Gjoni, krosimi fort i menjëhershëm që në një farë mënyrë shkon për asist për numrin 11 Latifin, dalja e Qefalis. Në vështirësi. Kamberi. Pëllumbi. Dhjari tashmë. Gjithmonë Brian Dhjari. Provon drejt qendrës. E kalon tek Çaushi. Një top e menjëhershëm ku kërkohet shpejtësia e Orgido Lesha, por më i fortë dhe përfundon në rivenancore. Minuta, momente të vështira për skuadrën e kuqe. Tarushi. Arrin Elbasani në limitet e vijës ta mbajë dhe të niset me Dybelin. Spasoj lojën e djathtë për Lumshin. Një lëvizje kërkon të dribloj Ballajn, por e ka dorëzuar në rivenancore. Më nxiton Partizani me Dhjarin. Myrto. Pëllumbi për Kamberin. Edhe një Antoni Pëllumbi. Osman Myrto. Gjithmonë Osman Myrto.
Në vështirësi, Luciano Myrto ka mbetur dëmtuar pranë gjyqtari. Vendos që loja devijoi normalisht me Partizanin. Një niset me Osman Myrtën. Shtym përpara, por del fitues Gedaj. Shkelmon ku të mundet dy beli. E ka në kontroll Partizani, që provon të vendosë baraspeshën në këtë fund të pjesës së parë. Hyka, gjithmonë Ergit Hyka. I topi i hershëm kur kërkohet Leshaj. Duhet ta sulmojmë, ta vendosë sërish në kontroll. Bëjmë mjaft mirë Kamberi. Çaushi, e kërkon Hoxha. Topi është për të, por nuk arrihet. Pëllumbi. E 40 minutë në arenën e Demave, një gol i shënuar nga Latifi, që në minutën 20 vendosi le të themi avantazhin Elbasanit, që ka bërë një pjesë të parë deri në këto çaste pozitive, të paktën me mënyrën se si e ka përballuar Partizanin, duke mos e lejuar të godas asnjëherë portën e Hilës në këto 40 minuta. Është gjë e madhe, do të thënë, pasi në sfidat e 18 vjeçar të Partizanit në arenën e Demave nuk kanë rezultuar të tilla statistika për kaq minuta. Topi drejt Hykës. E vend në kontroll Hyka. Me Ballajn, pasim mjaft i mirë, tashmë Ballaj. Ja rikthen Hykës. Kombinimi sërish mes numrit 31 dhe 23. Kërkohet hapësira, kërkohet mundësia për të afruar zonës. Hoxha. I menjëhershëm për Leshajn, vendoset mirë mbrojtja e Elbasanit, ndërkohë që kjo takë e ngritur e vlerësohet pa rregull me të drejtë ky vendimi i gjyqtarit. Edhe tek pjesa e gjykimit në këto minuta ka qenë brenda standardit, pra. E kërkuar në futbollin mosha një sfidë si kjo, shumë e luftuar. E gjykim korrekt nga trupa gjykuese, si kryesor zhuri për dhe asistentët e tij. Shikojmë me Hoxha, mundësia për provuar. Balla dhe kjo parapër që shkon rrjet. Zgjedh në këtë mënyrë Partizani. Riset Hoxha vendos baraspeshën në një klasë vërtet kjo goditje mjaft e bukur, duke parë dhe dalën për tjetë Hila e kam poshtur në mënyrë më të bukur. Riset Hoxha. E pra vjen barazimi në momentin le të themi më të vështirë të kësaj pjesë së parë, në mënyrën më të bukur, do të thënë, dhe nga këmbët e Mengjerashit me shumë klasë Hoxha, që tashmë merr dhe përgëzimet e trajnerit Aldo Durov. Gjithsesi le të shikojmë regjia në front një herë çastet, momentet, përfitimi. Edhe shikoni, distanca është e konsiderueshme, edhe goditja është në detaj, duke llogaritur edhe atë tentativë të portierit për ta grushtuar. Por le të shikojmë, duhet të rregojmë kujdesshëm, pasi kemi vendosur baraspeshën në një moment ku nuk po shkonin siç duhet gjërat, pra, me Partizanin që po sforcoi shumë për të krijuar, por e kemi thënë dhe kemi përsëritur që kjo skuadër ka dhe magjistar në gjirin e saj, edhe kjo ishte një magji, do të thënë, ndryshe nuk mund ta quajmë, pra, një veprim klasik. Provon tashmë Partizani një herë. Shpresojmë që ky gol të shërbejë më shumë për të ngritur moralin e forin dhe për të vendosur kundërshtarin në pozita të vështira. Një gol shumë i nevojshëm në këtë pjesë të parë. Një barazim shumë i rëndësishëm, pra. Pëllumbi. Ndërkohë që Osman Myrta. Zjari. Pasimi let për Hykën. Shumë i lehtësisht duhet, përfiton aty Gedaj, i cili e dorëzon tek Luciano Myrto. Njëherë Luciano Myrto. Për Çaushin. Tashmë është Kamberi. Shikon zonën. Topi drejt Lucianos për mbyll, për dy beli për një çast. Edhe një herë provon në tentativën e dytë. Por këtë herë ishte le të themi me nxitime sipër dhe nuk arrit dot të jap atë goditje. Si pak çast më parë, një goditje që ishte rreth 28 metra, pra 28 metra rreth kësaj distance, nëse mund ta bëjmë
precize, fikse, por që vërtet mjaft e bukur. Dhe një hyka. Provon lëvizjen, bllokohet nga numri 26 Tarush, i cili nxiton për një pasim të shpejt Latifin. Ndërkohë që ka faul. Ka faul dhe karton. Barazot numri i kartoneve teksa për Partizani tashmë ndeshkohet Pëllumbi, me sa duket, pas këtij momenti është Antonio Plumbi. Dy Beli, drejt zonës, provon në një moment Çaushi, Gedaj, edhe njëherë dërgon tek Latifi. Faul në sulm. Luhet minuta e fundit pjesë së parë. Shkojmë drejt përfundimit të pjesës së parë, por me një gol mjaft të rëndësishëm, një barazim mjaft të rëndësishëm, do të thënë. Ndërkohë që në sfida të tjera, 1-1 në Kamës, pra aty ku vërtet përpritet një ndeshje luftuar për lëshkëm të mundësi. Latifi shikon zonën, goditja me jeshme, surprizon edhe një herë me të majtën potente numri 11 Latifi. Dhe këtë herë shkon jashtë. Pra 1-1 në Kamës dhe një lajm jo i mirë drejt Korçës, ku skuadra e 15 vjeçare ka psuar edhe golin e dytë në këtë çaste. 2-0 pra në Korçë. Shpresojmë që në minutën e vazhdim të kemi edhe një reagim të menjëhershëm si tek gjashtë vjeçarët, por edhe tek 15 vjeçarët. Ndërkohë që 13 vjeçarët u bën detyrat në Vor, teksa janë në avantazhin e 2 gola, pra 0-2. Dhe në ndjekje të Dinamos momentalisht me 19 pikë në vendin e dytë, skuadra më veçare. Por shikojmë çfarë sjell kjo goditje dënimi, teksa është mbyllur dhe minuta e parë shtesë, si drejtohemi në minutën e dytë. Edhe kjo është një mundësi për provuar, një mundësi për të goditur portën, por që e merr përsipër pra Olgito Leshaj. Me të djathtën e tij, me shumë mundësi do të jetë një krosim drejt shtyllës së dytë për të rrezikuar, por le të shkojmë. Është një skem kjo. Hoxha. E goditja më jeshme, shkon mbi tra. Është një skem kjo, është një skem. Edhe mbyllet këtu kjo pjesë e parë me barazim 1-1. Latifi një super gol, por me të njëjtën mënyrë përgjigj dhe Partizani me një Eurogol. Dy gola mjaft të bukur që tregojnë do të jetë një sfidë shumë e luftuar dhe në vazhdim në pjesën e dytë me të tjera emocione. Shihemi dhe dëgjojmë pas pak.
Një rrugëtim që nisi me një ëndër. Një mision që vazhdon me pasion. Nga dita e parë, çdo gol, çdo përqafim, çdo buzëqeshje është pjesë e një historie që shkruhet me zemër. Një histori e punës, disiplinës dhe dashurisë për futbollin, që mban vetëm një emër: Akademia Partizani. Këtu lind pasioni, këtu ndërtohet karakteri. Këtu fillon rruga çdo lojtari që ndërron të mbajë fanellën e kuqe. Nën kujdesin e trajnerëve, për kushtimin e stafit dhe frymën e një familje të madhe. Çdo ditë është një hap drejt të ardhmës, sepse në Akademinë Partizani nuk mësojmë vetëm të luajmë futboll, mësojmë të fitojmë me shpirt, me dinjitet dhe me zemrën e kuqe. Akademia Partizani, fabrika e kampionëve, krenaria e të kuqeve. Një rrugëtim që nisi me një ëndër. Një mision që vazhdon me pasion. Nga dita e parë, çdo gol, çdo përqafim, çdo buzëqeshje është pjesë e një historie që shkruhet me zemër. Një histori e punës, disiplinës dhe dashurisë për futbollin, që mban vetëm një emër: Akademia Partizani. Këtu lind pasioni, këtu ndërtohet karakteri. Këtu fillon rruga çdo lojtari që ndërron të mbajë fanellën e kuqe. Nën kujdesin e trajnerëve, për kushtimin e stafit dhe frymën e një familje të madhe. Çdo ditë është një hap drejt të ardhmës, sepse në Akademinë Partizani nuk mësojmë vetëm të luajmë futboll, mësojmë të fitojmë me shpirt, me dinjitet dhe me zemrën e kuqe. Akademia Partizani, fabrika e kampionëve, krenaria e të kuqeve.
Një rrugëtim që nisi me një ëndër. Një mision që vazhdon me pasion. Nga dita e parë, çdo gol, çdo përqafim, çdo buzëqeshje është pjesë e një historie që shkruhet me zemër. Një histori e punës, disiplinës dhe dashurisë për futbollin, që mban vetëm një emër: Akademia Partizani. Këtu lind pasioni, këtu ndërtohet karakteri. Këtu fillon rruga çdo lojtari që ndëron të mbajë fanellën e kuqe. Nën kujdesin e trajnerëve, për kushtimin e stafit dhe frymën e një familje të madhe. Çdo ditë është një hap drejt të ardhmës, sepse në Akademinë Partizani nuk mësojmë vetëm të luajmë futboll, mësojmë të fitojmë me shpirt, me dinjitet dhe me zemrën e kuqe. Akademia Partizani, fabrika e kampionëve, krenaria e të kuqeve.
Përshëndetje miq të Partizani Channel, rikthehemi në pjesën e dytë të takimit të javës 12 mes Partizanit dhe Elbasanit për grup moshë 18 vjeçarëve. Pjesa e parë mbyll me rezultatin 1-1. Ishte Elbasani që surprizoi në minutën 20 me anë të Latifit, ndërkohë që Partizani ju përgjigj pra në mënyrë më të bukur me Risel Hoxhen. Ndërkohë që kjo pjesë e dytë bëhet gati pra me lojtarët edhe gjyqtarët që drejtohen fushës, me shpresën që Partizani pra do të përmbys të paktën ne kemi vendosur para speshëm, por do të kthejmë gjithçka në avantazhin ton. Një avantazh që ishte shumë i rëndësishëm, pasi momentalisht jemi vend të parë, por vetëm me gol avarazh dhe ndeshje direkte. Ndaj 29 pikë Partizani, 29 Tirana, 22 Vora. Në rast fitore Partizani pra ka përcen e kalon 2 pikë para Tiranën dhe plot 9 pikë para Vorën. Ndërsa Elbasani momentalisht ndodhet në kuotën e 20 pikëve pra, nëse do konsiderojmë këtë pikë aktuale. Gjithçka po bëhet gati me gjyqtarin Zhuri, jap start kësaj pjesë së dytë. Shikojmë që ka zëvendësim në radhën e Elbasanit, në fushë kemi Trebickën dhe Çepën. Jashtë fushë Hila dhe Lumshi. Trebicka portier pra, Trebicka ka marrë vendin e Hilës. Ndërkohë që Çepa me numër 9 është një sulmues. Bëhet gati të nisë me Hykën, starton pra kjo pjesë e dytë. Ndërkohë që Partizani nuk ka asnjë zëvendësim. Ndjes, është Kaja në fushë, ka marrë vendin e Plumbit. Është Dardi Kaja që është vendosur në qendrën e mbrojtjes. Të paktën në sfida e fundit që kemi parë, numrin 13 në këtë pozicion e ka bërë mjaft mirë dhe ka qenë shumë rezultativ. Po shikojmë një zbritje shpejtë Elbasani që provon me një kundërsul, por nxiton lojtari me numër 16 Lukani pra. Nga të pasim të minjhershëm të shpejt, ndërkohë që kërkon të thellësi Latifi vetëm që ka sulmuar, ndërkohë që në këtë pjesë të dytë do të asistohet me shumë mundësi nga Çepa, të paktën nga pozicionimi. Provon Kamberi. Në vështirësi ky pasim jep mundësi Elbasan për provuar, por fatmirësisht dhe Gedaj nuk arrin dot të rrezikoj të bëjë më të mirën, ndërkohë që niset Ballaj. Topi drejt Dhjarit. Gjithmonë Partizani në zonë, momentin e fundit pasimi që bllokohet në qendër kërkonte Hyka, por bëri çfarë mundi Dhjari për ta mbajtur në goditjen e 4 për këndin për Partizanin, e 5 në total, vetëm një për Elbasanin. Ndërkohë që duhet është edhe Sallaku në fushë që ka marrë vendin e Jon Çaushit. Sallaku, krosimi drejt portës në vështirësi mbrojt Elbasani që nuk e largon siç duhet, megjithatë tashmë provon me forcë drejt Latifit. Edhe një herë Bahja për Latifin që është vendosur në pozicion jashtë loje, megjithatë Partizani ka në kontroll me Sallakun. Luciano Myrto për Orkito Leshaj. Kaja. Kamberi. Myrto për Kajan. Tashmë është Osman Myrta. Ballaj, Myrta, Dhjari. Myrto. Kaja tashmë. Me shpejtësi për Kamberin, që provon drejt qendrës. Shkojmë te aksion të Partizanit. Leshaj. Gjithmonë Rokito Leshaj. Pretendon për diçka shumë pranë dhe Mirësi i parë nuk ka asgjë. Edhe pse Orkito vijon të protestojë në një farë mënyre. Erik po vetë Leshaj, i cili e vendos në kontroll.
Tashmë është Myrto. Gjithmonë Luciano Myrto e hap në krahun e majt për Dhjarin, i cili shikon zonën e megjithatë ka përballë Cepën. Pasimi për Luciano Myrto. Heston një pasim drejt sulmit ka Myrta. Kamberi. Kaja. Myrta për Kajën. Që provon hapësirat, Partizani e gjen mjaft mirë me Sallakun tashmë. Krosimi me hershëm, mundësia, por ka flamur të ngritur, nuk vlen kjo tentativë e Partizanit tek saluat minuta e 50. Është një pozicionazh loje. Ndërkohë që është mbyllur pjesa e parë në Korç, teksa 15 vjeçarët janë në dizavantazh. 2 Skënderbeu, 1 Partizani, ka ngushtuar diferencën Rajan Karabushi. E rezultatet tjera, pjesa e parë është mbyllur dhe në Kamës, teksa Partizani dhe Internacional pra janë ndarë 1-1 në barazim për skuadrën ku që ka shënuar Buçka. Ndërsa vijojmë me rezultatet pra minuta e 38 në Vorë, skuadra e 13 vjeçarëve u heq me 2 golet e Tatarit, pra 0-2. Vora Partizani U13. U13 vjeçar, pra që hasën disa vështirësi në ndeshjen, sidomos në përballjen direkte në derbi, por që tashmë janë rikthyer me optimizëm aty ku janë vendosur në vendin e dytë. Megjithatë fokusi mbetet gjithmonë tek më lart, aty ku 17-18 vjeçarët do duhet të vazhdojnë për të marrë kreun edhe për të vendosur një tjetër trofe tek Akademia Partizanit, Akademia e Artë. Dhe kjo goditje dënimi për skuadrën e kuqe, një ndërhyrje pa rregull ndaj Brian Dhjarit që me zbritje shpejta i ka hapur shumë probleme gjatë gjithë këtyre 51 minutave lojë tek kësaj sfide. Dhjari si në pjesën e parë, por edhe në këtë start të pjesës së dytë tregon mjaft i rrezikshëm me atë dinakërinë që e karakterizon, duke deportuar, duke fituar dhe këto faulla goditje dënimi shumë të favorshme ku mund t'i shfrytëzojë mjaft mirë, teksa pranë topit kemi Hoxhën dhe Sallakun. Pra Hoxha me ngjërash, Sallaku do provoj me djathtën. Një tentativë krosimeve dhe goditëse, një pozicion i prirë, por që mund ta shfrytëzojë mirë. Niset Hoxha, krosimi e provon hyka jashtë, është Orgito Lesha, ndjes ishte Orgito Lesha që nuk arrit dot të shënjestrojë kuadratin, një pozicion vërtet shumë të mirë goditës. I qet portieri Trebicka që në këtë pjesë të dytë ka një detyrë akoma të vështirë se Hila. Teksa në pjesën e parë nuk u vendos shumë në vështirësi Hila, por që në momentin e parë, goditjen e parë drejt portës së tij, Hoxha në poshtë duke vendosur barazpeshën. Mbas edhe kjo ka qenë një, le të themi, një shenjë pa kënaqësie e Dukës, pra trajniet Endri Duka 38 vjeçarit. Goditje lirë për Elbasanin. Me forcë kërkohet numri 20, Tuka. Tjetër rivjen anësore, sërish Elbasanlit që provojnë me anë të numrit 15, nuk arrin dot tashmë Hoxha, që me shpejtësi kërkon ndroj krah, në të majt aty ku Dhjari ishte pozicionuar mirë, por nuk u arrit ky top drejt Dhjarit, megjithatë me qetësi edhe një herë Qefalia dërgon tek Luciano Myrto. Osman Myrto, një top i fortë, i mirë, pastër drejt zonës ku ndodhet si gjithmonë një nga më të rrezikshme të Partizanit këtë takim nga krau i majtë i sulmit Brian Dhjari. Myrto provon me qetësi te Kaja. Tashmë Kamberi.
Edhe njëherë Dardi Kaja. Për Osman Myrtën. Nuk përfiton Partizani, ndërhyn kapiteni Elbasanit, që edhe ky fundit e temi kënaqur vetëm me këtë shkelmim të fortë. Dorëzon si Çefalis. Përveç vendosjes, le të themi në një farë mënyrë solide në prapavi, në bashkëpunim mes fushën në skuadrën e Elbasanit, nuk është se ka krijuar vërtet momente të rrezikshme tek zona e Partizanit. Megjithatë vendosja mjaft e mirë në prapavi, pra që e ka hasur vështirësi si sulmueset Hyka, por dhe Hoxha që e zgjidhi vetëm me një goditje, pra vetëm një mundësi që u krijua. Pjesa tjetër ka qenë vërtet shumë e vështirë për skuadrën e Kuqes, sidomos në 45 minuta e para. E shpresojmë që ky gol t'i ketë çliruar si disi skuadrën e Partizanit të bëjë diçka më shumë në këtë fraksion, pasi Elbasani do jetë vërtet edhe i kënaqur me këtë barazim në Tiranë, por duhet të regojmë kujdes, shikoni, një mundësi për të rrezikuar sërish me Latifin, i cili është gjithmonë Latifi, goditja me të parën ndërhyn Çefalia. Duke shmangur pothuajse një gol të sigurt Klaus Çefalia, një ndërhyrje vendimtare. I shpëtoi dhe asaj spërkate të Dardi Kajës, numri 11, lojtari më i rrezikshëm në radhën e skuadrës së Elbasanit. Goditja e katërt drejt portës së Partizanit. Ndër këto 4 goditje, pra një herë ka dërguar në rrjet Latifi, tashmë provon Elbasani me anë të Tukës, cili adreson ose më saktë dërgon drejt të nervine fundore për Partizanin. Kanë kaluar 10 minuta në startin e kësaj pjesë së dytë. Kjo ishte një tentativë e rrezikshme që i përket të miqve dhe njëherë që kërkojnë të shfaqin rrezikshëm me pak forca vinë tek zona jonë, por që rrezikojnë shumë. Kaja. Hoxha tashmë. Gjithmonë Riselt Hoxha, që është edhe autori i 6 golave në 12 ndeshje, pra një mesfushor e fantazisë, por që ka shënuar. Kaja për Kamberin. Këtë ndonjëherë Kajës, i cili në këtë pjesë e dytë ka marrë vendin e Antonio Plumbit, pra. Një pasim drejt Luciano Myrtos, nuk arrin dot Partizani, provon Elbasani me një kundërshtim të shpejtë nga Kravi Maj tashmë. Tuka ka ndërhyrjen e Kamberit, mëhershëm Elvi, u i topi larguar drejt zonës ku ndodhet Hasani, që provon një herë të një skuadrën, ndërkohë që kapiteni Tarushi edhe një herë dërgon në një zonë ku me qëtësi dalja e Çefalis nuk preferon të rrëvine fundore, madje një skuadrën drejt Kajës. Pra ka nisur dhe pjesa dytë në Korç, aty ku Skënderbeu, pra tek 15 vjeçarët është avantazh 2-1, ndërkohë që në minuta 45 në Vorë, 13 vjeçarët janë avantazhin e 2 gola, pra. Vora Partizani 0-2, Tatari, një dopjet. Po mjafton, pra deri në këto çaste për 13 vjeçarët që le të themi vijnë në rezultat pozitive. Provon në Çepa, ka fituar këtë faull që nuk është pajtuar. Me këtë vendim gjyqtari Duro, ndjet trajneri Duro ndjes me vendimin e gjyqtarit, pra. Edhe pse ishte një duel sportiv, një përplasje fizike. Provon Elbasani, kjo është shtyrë me duar. Do të kërkoj të kujdesshëm lojtarin në 15. Pra nga një karton të verdhë për cilin skuadër, Gjoni rrezikon disi më shumë tek Elbasani sepse është akoma në fushë, ndërkohë që Antoni Plumbi është i jashtë lojës. Pra është zëvendësuar me Kajën.
Osman Myrta, një top i shpejt në thellësi për zonën ku ndodhet Hyka. Gjoni provon ta mbrojë, Hyka e sulmon. Edhe bën mjaft mirë pasi arrin të gjetë Djarin. Tashmë Sallaku mund provoj skuadra kuqe. Flavis Sallaku. Alin fitoi Partizani një rinë ansore. Pra i ka golet të shpërndar Partizani, sepse edhe 5 gola ka shënuar Flavio, edhe pse një mesfushor. Ndërkohë që me 12 gola është Zekaj, që ndodhet në vendin e dytë, gol shënuesët të këtij kompeticioni. Por vendi i parë ka kryer distancë në këtë çast teksa Gjuzi. Ndërkohë që në vendin e tretë në listën e golave shënuesve pra është Erget Hyka, një gol më pak se Zekaj. Luhet minuta e 60, 30 nga fundi. Partizani nuk ka tjetër opsion përveç fitores. Ndërkohë që Elbasani pra do të provoj qëndroj mes së dy linjave duke mbrojtur këtë rezultat, por duke pretenduar deri në fund të kap ndonjë kundërsulm befasues. Luciano Myrto provon të gjej Orgido Leshan, vjen për një çast ndërhyrje e mbrojtësit të Hasani, por edhe një herë Partizani me Sallakun i ku të ndodhur Leshaj, Kamberi, Myrto, Kaja, lëviz topin shpejt Partizani, duke mos i dhënë shumë kohë Elbasanit për të mobilizuar, megjithatë, duke qenë se edhe hapësira e ngushtohet, pra afrohemi drejt 20 metrat e fundit, Elbasani aty është vendosur të paktën këtë qendrim ka mbajtur që nga pjesa e parë, pra duke u vendosur tek 20 metrat e saj. E duke pritur Partizanin, i ka rezultuar pozitivisht deri në këto çaste. Por le të shikojmë. Leshaj. Hyka, një pasim i shpejt për Hoxhën. Gjithmonë Hoxha, por nuk ka përfituar, megjithatë le të shikojmë reagimin e Latifit. Edhe Latif nuk e marr mirë. Hyka, provon zonën Hyka. Por largohet me forcë në rivinë ansore. Shkon ta marr po vetë Erget Hyka. E kërkon Kamberi. Hoxha, Kamberi. Në vështirësi nuk arrin ta kontrollojë. Mundohet të fitojë këtë rivinë fundore dhe ka arritur të fitojë një faull madje. Në numri 27 Bahja. Një faull. Goditje lirë për Elbasanin. Kërkot Latifi me forcë Skaja. Ndërhyn Tuka, rivenansor për Partizanin. Kamberi. Për Myrton. Tashmë është Qefalia. Osman Myrta. Kaja. Lesha për Hoxhën. Pasimi rrezikshëm ky, por fatmirësisht nuk përfiton Elbasani. Adhiari. Shikoj mundësia tashmë Sallaku. Kërkon hapësirën. E ka Myrto. E kalon tek Kamberi. Kërkohet zona. Topi drejt zonës, si një zonë ku skuadra e Partizanit nuk është mobilizuar, nuk është përgatitur për ta sulmuar. E megjithatë edhe një Adhiari. Tjetër krosimi bllokuar. Rivini ansor Partizanin. Hasim vështirësi. Balaj. Gedaj. I topi shpejt drejt Latifit, i cili sulmon, por është i vetëm. Ka përballë Osman Myrton, gjithmonë Latifi, kërën hapësirën. E goditja më e hershme shkon mbi tra. Kjo e majt potente e Latifit, arma, domethënë që zotëron numri 11 është majta e tij fort, potente.
Ndërkohë që shikojmë të gatshëm dhe një tjetër sulmues është Hysa me numër 10. Autor një goli të shënuar në 7 ndeshje. Megjithatë, le të shikojmë se këto zëvendësoj pra është vendin e Bakjes do të marrë pra Hysa. Ndërkohë që Partizani bëhet gati husë në fushë lojës dhe Markoçin. Klevis Markoçi. Gjithashtu dhe Klevis Markoçi nuk e ka provuar akoma shijen e golit në këtë sezon, teksa në sezonin që lan pas është ka shënuar një gol. Ten nga fusha lojës Ballaj. Dhe vendi tjetër merr Klevis Markoçi. Prekje më hershme Markoçit, i sapo futur. Myrto. Është Kaja. Luciano Myrto tashmë. Pra kemi Myrta dhe Myrto. Minuta 65. 1-1. Me forcë Partizani. Ky top i hapur nga Luciano Myrto, ide ishte mjaft e mirë. Ndërhyrë për një çast mbrojtje tashmë djali për Osman Myrtën. Kaja. Kamberi. Edhe një herë. Luciano Myrto. Kaja për Osman Myrtën. Ndërkohë që Gjerasi ju kujtoj që edhe ditën e nesme kemi 2 sfida pra, super sfida du të thënë, mes 9 vjeçarëve, Partizani Elbasani për çkem të mundësi në vështirësi mbrojtja e Elbasanit. Hysa tashmë Markoçi, goditje me jeshme që bllokohet dhe shkon në këndore. Një mundësi fantastike për Partizanin me Klevis Markoçi, goditja 5 nga këndi, shkon me shpejtësi Flavio Sallaku. Niset Flavio, shikon zonën, pritet një tjetër krosimi fort i plot drejt qendrës. Në vështirësi kjo goditje, nuk arrin dot Gjoni tashmë, provon të nis skuadrën. E kalon tek Çepa. Shikon Latifin, Çepa. Tashmë i vetëm Çepa, topi drejt Latifit isha ide mjaft e mirë për mbylli me saktësi Kamberi. Tashmë Orgito Leshaj kërkon ta vendosë kontroll, është e vendosur mjaft mirë Tuka, i cili arrin tashmë të gjej numër 16 Lukanin. Edhe një Gedaj ka pranë Gjonin. Gjithashtu dhe Lukani qëndron pranë. Topi është për Gjonin. Ja rikthen Gedajt, i cili luan për kapitenin Tarushi. Gjithmonë Tarushi. Shkoni flamuri ngritur me të drejt ky vendim. Të kota janë protestat. Por që do të tregohet kujdesshëm, pasi e opsier. Do të shfrytëzoj maksimalisht me pak vigjilencë nga sulmi i Elbasanit. Do ishim në vështirësi pra për të rrezikuar. Minutat që vinë bëhen akoma shumë të vështira. Për të dyja skuadrat një gol dhe komplikonte sfidën si për Partizanin dhe për Elbasanin. Por për Partizanin që ka objektivat akoma të qarta. Se Elbasani është një skuadër që ka dominuar kampionatin, e ka udhëhequr, e ka ndarë shpesh kryesimin. Në pjesë më të madhe kemi mbajtur ne, pra jo, por në 2 javë e ka mbajtur Tirana. Dhe të vjen keq të dalësh pa pikë nga arena e Demave. Edhe një stadium ku për kundërshtarët jo vën tek futbolli i moshave, por tek skuadra e parë, tek Partizani B, është bërë si një fortesë ku do duhet një tërmundim. Një tërmundim pra për të arritur të marrësh pikë nga kjo fushë. Në çfarë lloj grup moshe, në çfarë lloj kategorie. Në arenën e Demave, djemt tanë janë vërtet fantastik. Hyka, marrje mjaft e mirë, Ergit Hyka, por nuk arrit dot ta dërgojë me të djathtën e tij. Edhe një herë hoçja për Hykën, por dalja e mëshme për të Trebicka.
Reflekton disi sulmi Partizanit duke kërkuar hapësirat në zonat e ngushta e megjithatë Elbasani ka arritur të mbyllë gjithçka. Kamberi Leshaj. Pra gjerasin e njerë t'i kujtoj ditën e nesme Partizani Elbasani për 9 vjeçart dhe Partizani Butrinti është kategoria e dytë, një sfidë vërtet për të parë për mos të humbur, pra një përballje vërtet shumë e fortë në arenën e demave, teksa skuadra e Partizanit B tashmë në ndërtimin Ergës Lugës do të përvojë të rikthehet tek fitoria pas humbjes ndaj Orikut në arenën e demave. Megjithatë dhe barazimi në Ballç ka rezultuar pozitiv për sa i përket lajmit të mirë, pra teksa Partizani B e ka fituar sfidën tavolinë për shkak të një numri të lartë të huaj të aktivizuar në fushë, pra skuadra e Bylisit nuk e ka menaxhuar mirë këtë pjesë, duke i dhënë mundësi Partizanit për të marrë pikë të plota në këtë sfidë. Shikoni një top i hapur bukur drejt zonës së Markoçit. Pasimi me jeshëm për Djarin. Gjithmonë Partizani, Hyka. Myrto. Për Kamberin, spostohet lojën e të gjatë tashmë. Me shpejtësi Kamberi provon qendrën, shikon zonën. I me jeshëm kërkon Hyka goditja, nuk shënjestron kuadratin. Shkon në të njëjtën linjë me topin duke besuar, por shënjestra mungojnë në këto çaste i pa fat. Ergët Hyka, teksa luat minuta 71. Shkojmë drejt 20 minutave të fundit me sfidën që do bëhet akoma më interesante, më nxehtë. Elbasani në kërkim të një pike, ndërkohë që Partizani me shpresën deri në fund për të siguruar 3 pikë mjaft të rëndësishme dhe të marrë kryesimin i vetëm, pra jo si në këto çaste, teksa jemi me pikë të barabarta me Tiranën, me nga 29 aktualisht, pra nëse mund ta konsiderojmë se rezultati përfundimtar, pra Partizani 29, Tirana 29, por me golavrazh më të mirë dhe me takim të fituar ndeshje direkte, Partizani pozicionohet në vendin e parë me 9 fitore, 2 barazime, pra nëse ta konsiderojmë edhe të barazimin aktual, dhe një humbje që e ka shkaktuar Tirana. Gjë që ja kemi kthyer pra në arenën e demave me rezultatin 2-1, ndërkohë që në Skënder Lili jemi poshtur me rezultatin 1-0. Në vërtetësi Markoçi e ka Elbasani tashmë, që provon niset nga mesi i fushës. Hysa shikon nga Kroj Majt, aty ku kërkohet shpejtësia e Tukës, e arrin Tuka, ka përballë Kamberin. E gjithmonë Tuka dhe Kamberi ka marrë një goditje që për gjyqtarin vlerësohet e parregullt. Nuk ka protesta në radhë e Partizanit. Kërkon llogari nga të tillët Aldo Duro. Tregoi më të qetë pasi Tuka i rrethuar nga 2 lojtar nuk mund të përbënte një rrezik kaq shumë të lartë sa mund të jetë kjo goditje dënimi tashmë, ku Elbasani do të provojë të rrezikojë në zonë aty ku momentalisht ndodhen 4 lojtarë, gjithashtu dhe Tuka i afrohet zonës. Me përsipër Hysa, si një goditje këndi kjo. Niset Hysa. Krosimi ku largohet për një çast nga Luciano Myrto, provon Partizani. Hyka provon shpejtësinë, del fitues Hysa, që është edhe i freskët, i sapo futur. Tarushi. Mund të përfitojmë në vështirësi Elbasani me 2 belin, arrin në një farë mënyrë të gjej Hasanin. Por do ky fundit e dorëzon në rivelin anësore, që nxiton skuadra kuqe. Kamberi. Kaja. Myrto.
Goditje e lirë për Elbasanin. Ndërkohë që duke jedhur një sy dhe rezultateve në këto çaste nuk ka ndryshim rezultati në Kamës, teksa po luhet sfida internacional Partizani për 16 vjeçarët. 1-1 pra që në pjesën e parë. Minuta 54. Ndërkohë që në Korç gjithashtu luhet minuta 54. 2-1 për Skënderbeun. Madje kemi humbur dhe shërbimet e portierit të Noel Lala, i cili është ndëshkuar me karton të kuq. Çka e ka bërë dhe sfidën të komplikuar për Partizanin që në disavantazh edhe numerik, por gjithashtu dhe tek rezultati. Ka zëvendësime në radhën e skuadrës Elbasani, Isaj në fush me numrin 21, ndërkohë që lë fushën e lojës numri 15 Hasani. Hoxha, topi drejt hykës. Është Lukani pra, jo Hasani. Hasani bëri ndërhyrje pak momente. Provon Hoxha, kërkohet mundësia tashmë për Partizani, por nuk e merr siç duhet Flavio Sallaku. Nuk e merr siç duhet, minuta 75. Edhe njerë Kaja. Kamberi. Ideja për Hykën, i cili provon në këtë lëvizje. Ka mbetur në tokë, nuk ka asgjë thot gjyqtari. Lyhet nga dalë Hyka. Ndërkohë që Elbasani provon nga kraju majt aty ku Çepa. Shikojmë tjetër zëvendësi del nga fusha e lojës Kamberi. Elvi Kamberi dhe vendin e tij e merr Vryshka. Vyshka pra. Frenki Vyshka, që me shpejtësi shkon tek topi. Minuta 77. Sallaku rekuperon mjaft mirë. Nisë Sallaku Hykën, por kupton që shka mbrojtja e skuadrës Elbasani që shpërgjigjur mjaft mirë këtyre korridoreve, këtyre mundësive për të rrezikuar të Partizanit. Latifi, nuk arrin dot Latifi. Osma Myrta. Edhe njërë Kaja, i top i adresuar dhe të Hykës, po duhet forcë dhe precizion, gjë që nuk arrihet tashmë provon Latifi. Me shpejtësi dërgon Çepës, vjen Vyshka, ndërin sakt për një moment. Çepa kërkon ta mbaj brenda vijeve, arrin në një farë mënyrë. Gjoni Gedaj ka një dëshirë të madhe Elbasani për provuar tashmë. Dhe faull në këtë çaste. Ndërkohë që gjyqtari
Zhuri kërkon të vendosë dhe rregull qetësi mes dy lojtarëve. Një top drejt Hykës. E sulmon Hyka, del portieri. Trebicka. Gjithashtu dhe Trebicka nuk është vendosur në vështirësi në këtë pjesë të dytë. Nuk ka pasur asnjë moment, le të themi, të rrezikshëm për ta vendosur në vështirësi. Edhe i gol që erdhi në pjesën e parë, pra, erdhi nga një veprim, një zgjuarësi e Hoqës. Minuta e 80. Gedaj. E kalon tek Hysa, që në këtë pjesë të dytë është vendosur në mesën e fushës, pra pranë sulmuesve për të vendosur rregull dhe ekuilibër në fazën ofensive. Pak dëshirë në këto 10 minuta Partizani do t'ja arrijë të bëjë diçka më shumë, por vijojmë të hasim shumë vështirësi, teksa dhe Erget Hyka tashmë ka mbetur dëmtuar për një çast, por nuk ka asgjë serioze. Megjithatë, në minutat në vijim shpresojmë që të nxjerrë diçka dhe Hyka nga repertori i tij tek 11 golat plus edhe shumë asist, penalti të fituara, ka qenë mjaft decisiv, ndërkohë që në të sfidë po has shumë vështirësi Hyka. Një goditje e lehtë për Qefalin. Edhe Jari. Luciano Myrto. Tashmë është Kaja për Djarin, që shvendosur të djathtë tashmë. Brian Djari e kalon tek Leshaj. Provon me një lëvizje Leshaj, mundësia për kryesuar, por nuk rrezikon as Orgido Leshaj. Myrto. Djari. Myrta. Vyshka. Markoçi. Dërgjoni, rrënësor për Partizanin. Myrta tashmë. E kalon tek Kaja. Shkon lëvizjen e pjesës së skuadrës Kaja. E top adresuar drejt Hoqës. Lëviz mirë Hoqja. Topi drejt Hykës tashmë. E merr mirë, por nuk ka flamur të ngritur. Nuk vlen dhe kjo tentative Partizanit. Ka pozicion jashtë loje. Ndërkohë që Gjeras ju kujtoj që nesër duke filluar nga ora 11:30 jemi me super sfidën e 19 vjeçar Partizani Elbasani, ndërkohë që në orën 14:30 Partizani B Butrindi. Por që në orën 16:30 sot, pra, në arenën e Demave, qëndroni me ne për të, së më saktë, bëu një pjesë
dhe duke qenë prezent në arenën e demave, duke mbështetur skuadrën në këtë sfidë të vështirë. Përballë radhës java e 16 Partizani Flamurtari ora 16:30. Të gjithë në stadium. Ndërkohë një lajm pozitiv vjen nga Kamza. Ka shënuar Partizani, ka shënuar Hidri, Johan Hidri, por pas këtij momenti skuadra kuqe në vështirësi me 10 lojtarë. Shikojmë Latifin, mundësia për rrezikuar. Fatmirësisht nuk e godet dhe vjen këtë tentativë që e mbyll me sukses portieri Qefalia. Tregohet shumë egoist, duhet thënë, në këto momentësi, edhe ndaj dhe trajneri Duka për Elbasanin. Shfaqet e revoltuar me Latifin, topi drejt Hykës, mundësia për provuar. Hyka e vendos para kthesa, por le të shkojë mundësia. Leshaj, Hyka, hezitimi, mundësia, rëmuje sipër, goditja jashtë, pa besueshme, por është devijuar në goditje këndi. Por çfarë ndodh këtu nga një tentative Latifit Elbasanit në një reagim të menjëhershëm të Partizanit. Hyka, Leshaj nuk u kuptuan, megjithatë në një farë mënyrë e ka goditur pra Ergit Hyka. Gjithashtu dhe sfida tjera pra. Nesër përveç Partizanit bëhet dhe 9 veçarëve, janë dhe 17 veçarë që do përballen me Shkëndijën e Tiranës. Me pak se 5 minuta Partizani provon. Hoxha, krosimi i rrezikshëm. Topi që mbetet në zonë, rëmuj. Aty ku mund të provojmë edhe një herë, por nuk arrin. Megjithatë Kaja mbyll gjithçka për Luciano Myrdon, i cili dërgon tek Vyshka. Shikohet zona. Por është Osman Myrdo tashmë, i cili e ndron lojë nga Kraudiath, aty ku Dhjari dhe Hoxha do të nisin edhe një herë. Hoxha, topi drejt Hykës, ideja fantastike, por le të shkojmë me Sulmon Markoçi. Nuk arrin dot as Markoçi. Duke i dhënë mundësi Elbasanit që të provojë me qetësi nga këmbët e portierit Trebicka. Hoxha ka Prandjarin. Përvon ta zgjidh vet Hoxha dhe bën mjaft mirë, shikoni mundësia Sallaku. Gjithmonë Sallaku provon zonë. Hyka heziton të godasë të parë. Goditja bllokohet. Sallaku dhe kjo bllokohet. Edhe një herë Hoxha provon mundësia, por jo, shkon jashtë. Kjo tentative menjëhershme e Risel Hoxhës. Çfarë emocionesh në këto momente? Luhet minuta 87. Moment pas momenti, tentativë pas tentative, të gjitha të bllokuara. Falë mbrojtjes së vendosur mjaft mirë nga Elbasani. Ndërkohë që kjo tentative tretë radhazi për Risel Hoxhës shkon mbi tra. Që në fillim prisim kaq të vështirë, po jo kaq të vështirë, do të thënë. Jo, kaq të vështirë. Saqë këto goditje në distanca shumë të ngushta të mbyllen me një lloj fanatizmi nga mbrojtja e Elbasanit. Latifi provon një lëvizje të bukur, por kupton gjithçka. Osman Myrda që nis me shpejtësi topin drejt zonës ku ndodhet Hyka. Trebicka me shpejtësi e dërgon. Ka pozicion shloje. Nxiton Partizani. Me të drejtë skuadra kuqe e detyruar të nxitoj, pasi në arenën e në shtëpi duhet të japin gjithçka për gjithçka për të marrë maksimumin. Topi drejt Hykës e sulmon Markoçi. Vjen Myrto. Pasimi që nuk arrin tek Vyshka. Megjithatë shkelmohet me forcë në një zonë ku duhet ta mbrojmë, fitojmë intervenancore. Shkojmë drejt 2 minutave të fundit me Partizanin që nuk ka më çfarë humbet. Nëse mund ta quajmë kështu, pasi edhe një barazim edhe pse ndaj Elbasanit nuk është i lehtë, megjithatë nëse duam vërtet kryesimin duhet provojmë edhe një herë
të sulmojmë në çdo mënyrë. Pra kryesimit të vetëm, pasi aktualisht jemi në krye, por me pikë të barabarta me Tiranën. 29 Partizani, 29 Tirana. 22 Vora. Dhjari. Gjithmonë Dhjari. Ka hapësira Yka. Dhjari përfon tek Leshaj, i cili futet drejt qendrës. Shikon zonën, i top tokazi për Hoxhen, gjithë më Hoxha, Hyka, duhet goditja, vjen momenti, rrëmuje sipër, nuk përfitojmë, nuk arrin dot të marrim asgjë. Kishte një kontakt, por Hyka nuk përvoi të rrezoj. E madje tashmë ka një goditje lirë për Elbasanin. Luhet dhe minuta e fundit. Minuta e fundit e sfidës së javës 12. Të gjitha këmbë në tribunën qendrore aty ku ndodhet prindër, miq të lojtarëve dhe tifozë, dashamirës të futbollit të moshave. Të gjithë në këmbë për minutat e fundit, emocionet e fundit, ky fall i dukshëm e i ndëshkueshëm për numrin 20 që është futur në këtë pjesë të dytë, nuk rrezikon shumë. Është ndjes Tuka. Tuka nuk rrezikon dhe Tuka nuk ka karton të verdh për Tukën. Hoxha do të hedh një cross drejt zonës. E majta e Risel Hoxhës